Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim wa ubarik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, qëmë salavat e profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Dhe më pas jemi tashmë në historinë e Sulejmanit alayhis salam dhe ajetet që flasin për këtë profet të nderuar, birin e Davudit, edhe ky një profet tjetër i dalluar nga profetët e Zotit, dhe janë nga ata lloj profetësh që kanë sunduar dhe kanë qenë mbretër, pra sundimtar ndër njerëz. Shumica e profetëve nuk kanë qenë të tillë, por këta janë të veçantë dhe Allahu subhanahu wa taala i solli si shembull për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të tregoj shembullin e sundimtarëve të drejtë. Dhe për t'i mësuar edhe umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që sundimi dhe mbretërimi duhet të jetë me drejtësi. Dhe është i varur nga faktorë të shumtë, ndër të cilët devotshmëria e popullit fillimisht, pra populli duhet të jetë i devotshëm dhe të kërkojë drejtësinë, të adhurojë Zotin subhanahu wa taala. Mbase jo gjithë populli do të jetë i tillë, sepse padyshim do të ketë gjithmonë njerëz që ndjekin dëshirat, dhe kjo është sfidë dhe sprovë për njerëzit, por që të ekzistojë një sundim i drejtë, duhet që dhe populli në përgjithësi të punohet me të, siç veproi Davudi alayhis salam, pra që punonte me njerëzit, vazhdimisht punonte me popullin, siç edhe profeti sallallahu alaihi wasallam edukoi një brez sahabësh që ata vërtet sunduan ose mbretëruan me drejtësi. Dhe në fakt vazhdoi kjo drejtësia e Islamit për shekuj të tërë. Madje 1300 vjet sundoi në botë dhe ishte forca sunduese. Pra për një kohë të gjatë, me gjithë lëshimet her pas here dhe gabimet që ndodhin, transformimet, por në përgjithësi, pra në pamje e përgjithshme, ata që sundonin në botën ishin musliman dhe alhamdulillah i treguan botës në epoka të ndryshme, i treguan se si sundohet me drejtësi, si përhapet mirësia, dituria, zhvillimi, dhe mbahet pra një sundim i drejtë me të gjitha grupet e shoqërisë. Vazhdojmë me ajetet që vijojnë sot, që flasin për Sulejman alayhis salam. Na tregon Allahu subhanahu wa taala se edhe Sulejmanin e sprovoi Allahu xhela shanu. Ashtu sikur se u sprovua Davudi alayhis salam, edhe Sulejmani u sprovua për shkak të diçkaje ose themi një vepre që duhet të jepë mësim të gjithë atyre që do të vinë më pas. Edhe në këtë rast Allahu subhanahu wa taala dhe as profeti sallallahu alaihi wasallam nuk na ka treguar gabimin konkret të Sulejmanit alayhis salam, për të cilin ai u sprovua një farë kohe dhe ju hoq pushteti për një farë kohe. Dhe ndodhi diçka e çuditshme. Thot Allahu subhanahu wa taala, ne sprovuam Sulejmanin dhe bëm që në fronin e tij të ulen një shejtan. Alqaynahu jasadan ala kursihi jasadan. Për këtë janë sjell mendime të ndryshme nga mufesirët e vjetër, domethënë që nga Ibn Xheriri dhe të tjerë, janë sjell mendime të ndryshme. Për sa i përket se si i ku pushteti ose kush u vendos në fron në kohën që nuk ishte Sulejmani në pushtet. Pra si u sprovua Sulejmani alayhis salam. Janë se sigurisht edhe fjalë nga izraeliatët që janë sjellë në librat e tefsirit, se mos tefsirit e vjetër që janë bil ma'thur, janë sjellë këto, por si thot Ibn Kathiri, në fakt janë izraeliate dhe shpeshherë në lidhje me profetët ata sjellin edhe trillime, gjëra të paqena, faktikisht. Sidomos për Sulejmanin alayhis salam, i cili në fakt as nuk e besojnë se si profet, madje pretendojnë edhe sjellin fjalë jo të vërteta për Sulejmanin alayhis salam. Sidoqoftë, ajo që ka rëndësi është që për një farë kohe u sprovua Sulejmani alayhis salam dhe fronin e tij të sundimit e zuri dikush tjetër. Nga shkurtimisht pa u futur në ato ullësira për israeliateve,
Vin nga Ibn Abbasi, Mujahidi, Said ibn Jubairi, Al-Hasani, Qatada dhe të tjerë shpjegojnë dhe thotë që ne lejuam që në fronin e pushtetit të tij të vendosej një shejtan. Dhe është e mundur që një shejtan, pra për xhinëve, të marrë formë njeriu dhe të uzurpoj fronin dhe pushtetin e dikujt, pra dhe mbretërimin e dikujt. Është e mundur, sipas fjalës së selef. A nuk mori Suraka pamjen, ose themi Iblisi më sakt, mori pamjen e Suraka ibn Malik në kohën kur do të shkonte tek Kurejshët për të sugjeruar atyre që të vrisin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra u shkoi në formë njeriu, u shfaq në formë njeriu. Po kështu, siç do vinë disa hadithe më poshtë, mund të ndodhë pra që Iblisi mallkuar të shfaqet në formë njeriu dhe të ndikojë për të arritur pra diçka në lidhje me njerëzit. Prandaj nuk është e çuditshme që në kohë në të cilat sundon e keqja, ligësia, nuk është çudi domi që ai mallkuar të punojë dhe të uzurpojë. Ose më saktë bëj në shërbim të vet, në shërbimin e vet, të ketë ose të fusë në shërbimin e vet dhe në sundimin e vet, njerëz të devijuar, njerëz të cilët kërkojnë thjesht ofiqet kësaj dynjaje. Nuk është as pak çudi, sipas kësaj fjale që vjen nga selefët. E rëndësishme, nuk po hym hollësisht për këtyre transmetimeve, siç thotë Ibn Kathiri që janë shumë shpesh për israeliatëve, por u sprovua Sulejmani alayhis salam dhe ju mor pushteti për pak kohë. Më pas thot Allahu subhanahu wa taala, por pastaj ai u pendua. Më pas Sulejmani u pendua dhe u rikthye në mbretërimin e tij për ta plotësuar atë. Pra me pendim nga ana e Sulejmanit alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala ja ktheu përsëri sundimin atij dhe pas kësaj Sulejmani e luti Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala t'i jap atij një pushtet të fortë që madje pushtet që të mos e kishte askush pas tij. Një pushtet që vërtet ishte shumë i veçantë, një pushtet që nënshtronte jo vetëm njerëzit, por pushtet edhe mbi xhindet. Pra mbi atë botë të padukshme për njerëzit e zakonshëm, për Sulejmanin ata pra ai sundonte edhe mbi xhindet. Pra kishte një sundim të veçantë mbi ta, madje kishte nën shërbim, siç do të vijmë më poshtë, në shtjellimet që sjell. Dhe përshkrimi që bën Allahu subhanahu wa taala për pushtetin e Sulejmanit alayhis salam. Pra thot Allahu subhanahu wa taala duke na treguar fjalët e Sulejmanit dhe lutjen e tij alayhis salam. Ai tha: "O Zoti im, më fal dhe më dhuro një lloj sundimi që të mos e ketë askush tjetër pas meje. Me të vërtet ti je dhuruesi më i madh." Mendoni pak para se të hym tek sundimi që dha Allahu xhaleshanu edhe mbi xhindet. Mendoni pak që në kohën e Sulejmanit ishte përhapur masivisht çështja e magjisë. Pra, siç thot Allahu në surën Bekare, pra që domethënë jehudët e hodhën pas shpinën e librin e Allahut subhanahu wa taala, e hodhën pas shpinën atë dhe shkuan pas mësimit të magjisë në kohën e sundimit të Sulejmanit. Sigurisht se folën pak dhe herë në shkuar. Pra në kohën e Sulejmanit kishte shumë njerëz që merreshin me magji. Pra magjia, padyshim jo, siç folën dhe herë në shkuar dhe keni informacion deri diku, pra bëhet përmes bashkëpunimit me xhindet dhe shejtanët xhin. Dhe në varësi të nënshtrimit ndaj tyre, të bashkëpunimit me ta, të përmbushjes së asaj çfarë ata kërkojnë, kështu vinte edhe pushteti i magjistarëve. Pra në këtë kohë nuk është çudi që Sulejmani alayhis salam pra të jetë sfiduar ose të jetë sulmuar nga një, të themi, nga një eskortë e tillë, domethënë prej shejtanësh për të marrë pushtetin e tij. Prandaj dhe tham pak më sipër që nuk është çudi që këta të mallkuar, domethënë të punojnë për të rënuar njerëzimin në të gjitha aspektet. Dhe padyshim, ndërkohë që shejtani i mallkuar gëzohet shumë dhe shikon një triumf shumë të madh, prishje në një familje. Një familje, ju e dini atë hadithin, mbase e përmendën edhe në shkuar dhe herë të tjera, pra që shejtani i mallkuar dërgon ushtritë e tij, ka vendosur arshin e tij mbi ujë këtu në tokë dhe lëshon eskortën e tij të shërbëtorëve, generalit e tij të themi, që ngredh dhe organizojnë punën. Dhe pyet çfarë arritet të bësh ti? Kështu i pyet me radhë, secili tregon arritjet e veta dhe ai thotë mirë, ulu. Derisa vjen dikush dhe i thotë çfarë bëre ti,
Thot, arrita që ta bëj filanin pra një person që të divorcoj gruan e tij, të shkatërrohet një familje. Nëse ai mallkuar gëzohet dhe shikon triumfin më të madh, shkatrimin e një familjeje. Mendoni se nuk interesohet që të shkatërrojë një familje dhe më të madhe? Padyshim që ky është një synim shumë i fortë. Familja është pjesë, por se dëmi i saj është i kufizuar në një familje të vetme. Qëllimi i kësaj cili është shkatrimi asaj që është më e madhe, organizimit njerëzor. Allahu xhaleshanu e zbriti Ademin alayhis salam si thot khalife, apo jo. Unë do të vendos një khalife në tokë. Çfarë është khalifja? Pra është ai që do të zvendësojë brezat njëri pas tjetrit, do të zvendësojë njëri tjetrin. Dhe ai do të zbatojë ligjin e Allahut xhaleshanu në tokë mes njerëzve. Pra ka krijuar Allahu njeriu që të adhurohet Zotin në tokë dhe njeriu të zbatojë ligjin e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Pra është një lloj qeverisjeje, pra me rregullin me ligjin e Zotit. Edhe profetët kanë ardhur, kështu kanë ardhur dhe janë përballur gjithmonë me qeveritë të keqes. Pra me udhëheqjen e ligësisë. Janë përballur me ta gjatë gjithë historisë. Sigurisht se tham pak më sipër, jo gjithë profetët kanë pasur sukses që të marrin pushtet ose të jenë udhëheqës. Madje shumicën e rasteve ata janë sulmuar nga udhëheqja e keqe. Dhe shejtani më mallkuar. Pra, mos u çuditni që kjo të jetë një qëllim padyshim shumë i rëndësishëm i shejtanit të mallkuar. Dhe në fakt, çdo njeri nëse mediton dhe shikon se çfarë ndodh në botë, cilat janë prirjet, çfarë synohet, e kupton mirë, domethënë që është një dorë ose është diçka që një frymë e keqe, e cila kërkon të transformojë dhe ta rrënojë këtë njerëzim përmes pra këtyre lëvizjeve. Atëherë Sulejmani alayhis salam pas kësaj që ndodhi dhe që Allahu subhanahu wa taala pranoi pendimin e tij, tha o Zoti më fal dhe më dhuroj një lloj sundimi që të mos e ketë askush tjetër pas meje. Me të vërtetë ti je dhuruesi më i madh. Sulejmani luti Allahun e lartësuar të dhuronte mbretërinë dhe pushtetet e tilla që të mos e kishte asnjë njeri pas tij. Ky është kuptimi që del drejt për drejt nga konteksti i ajetit. Madje në mbështetje të këtij kuptimi kanë ardhur dhe hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam për të na treguar çfarë pushteti kërkoi Sulejmani alayhis salam, që mos e ketë askush tjetër. Se mbretërinë të gjithë kanë mbretërim, mbi njerëzit, organizimin e tyre, pushtet, pasurit, pra i kanë të gjithë, kurse këtë lloj pushteti që dha Zoti Sulejmanit alayhis salam është i veçantë, pra është pushteti mbi xhindet. Thot Buhariu, pra sjell në tefsirin e këtij ajeti, një hadith nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me tij, se profeti Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një xhind i frit më shqetësoi mbrëm, ose në fjalë të ngjashme tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që të më prishte namazin. Pra na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam një ngjarje që ndodhi atij. Një ifrit është lloj nga xhindet, nga llojet më të fuqishme të xhindve. Siç e sqarojnë dietarët, pra ifrit është një lloj i fuqishëm prej xhinve, i cili ka aftësi dhe fuqi shumë të mëdha dhe të forta. Mendoni pak në surën Neml, prapë në historinë e Sulejmanit alayhis salam, se Sulejmani është trajtuar hollësisht në sure të ndryshme. Wa qala ifritu min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kur kërkoi ifronin e Belkisës. Mendo, Sulejmani ishte në Sham. Belkisa ishte në pjesën më jugore të Gadishut, në pjesën e Yemenit, poshtë. Mendo do të kalon të gjithë Gadishun në arabik. Edhe i thotë un jam i friti, për xhinëve tha ta sjell fronin e Belkisës pa u ngritur nga vendi. Pra pa u ngritur nga froni jot. Sa i shpejt do të shkonte. Ta merrte fronin e Belkisës dhe ta sillte i friti. Pra krijesa me fuqi jo të zakontë, pra jo njerëzore. Edhe kjo është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu krijon çfarë dëshiron. Po shikosh pasaj fuqinë e melekëve është akoma më e madhe se fuqia e xhinëve, s'krahasohet padyshim. Mendo Xhibril alayhis salam me një nga flatrat e tij të ngrej një fshat të tërë, ta ngrej lart dhe ta përplas në tokë. Siç vjen domethënë nga shkatrimi i popullit të Lutit. Pra Allahu krijon subhanahu wa taala. Një ifrit tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Më shqetësoi mbrëm që të më prishte namazin. Por Allahu lartësuar më mundsoi ta kapja atë. Subhanallahu. E shqetësoi vjen hadithi më poshtë do të shikoj një shjellim më të hollësishëm. Për një çast desha ta lidhja në njërin shtyllë të xhamisë, në mënyrë që kur ta gonte dita ta shikonit që të gjithë ju. Por atëherë kujtova lutjen e vllajit tim Sulejman. Paqja e Zotit qoftë me të.
O Zoti im, më fal mua dhe më dhuroj një lloj sundimi të tillë që mos e ketë askush tjetër pas meje. Pra sundimi është sundimi mbi xhinët. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, padyshim që sundimi i profetit sallallahu alaihi wasallam, vlera e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë padyshim është më lart se Sulejmani alayhis salam. Por ai nuk e kaloi masën në pushtetin që ishte dhënë. Pra e lejoi. Dhe Sulejmani në fakt, siç do vijë disa ajete më poshtë, pra kishte në sundimin e tij madje shpesh i lidhte dhe i prangoste subhanallahu. Xhinët të shumt i prangoste. Mendo të prangos xhinët, se janë të pabindur. Ti prangos dhe ti burgos. Madje në muqaddimen e Sahihut Muslimit, në parathënien e Sahihut Muslimit vjen një ether që sjell Imam Muslimi, në kohën e fundit, thot, në kohën e fundit kur vije afër kiametit, do të dalin nga oqeani, thot, gjin dhe të burgosur dhe të izoluar nga Sulejmani. Do çlirohen në kohën e fundit. Dhe vikuaj që do çlirohen. Dhe do dalin do të lexojnë njerëz dhe Kur'an. Çdo thotë do dalin të lexojnë Kur'an, domethënë do dalin të devijojnë njerëzit, do thonë ky është Kur'an dhe në fakt s'është Kur'an. Do thotë dikush që na foli filani, e dim që na foli, por nuk e dim kush ishte. Ja pam fytyrën, por nuk e dim kush ishte. Pra, këtë pushteti dhe Allahu subhanahu wa Sulejmanit. Kish mundësi dhe prangoste. Dhe kish në sundimin e tij gjin nga më të ndryshme, ifrit, nga ata që fluturojnë, nga ata që janë me profesione të ndryshme, bennaun, siç do të vijë ajeti pak më poshtë. Ose ka nga ata që zhyteshin, ghawas, janë gjin domethënë që zhyten në oqeane, zhytës të thellë, domethënë thellësia që ata jetojnë nëpër ujëra. Krijesa të çuditshme ka bërë Zoti i Madh subhanahu wa taala. Këto ajete kuranore na tregojnë që dim shumë pak nga bota. Shumë pak nga bota që ka krijuar Allah. Nga kjo që shikojmë vetëm ne, kjo që shikojmë se pjesa tjetër ne përballemi me një botë që as e njohim fare. Na ruan Zoti i Madh subhanahu wa taala. Zoti i Madh na ruan se vallahi po ta shikoj gjithçka njeriu që ka krijuar Zoti, mbase nuk e përballon dot. Rohu njëri nga transmetuesët e hadithit që thot, kështu ai është prapë si atë shejtan të poshtëruar. Kështu ka transmetuar Muslimi dhe Nesai për Shu'bes, ngjashëm me këtë version. Te solli Imam Buhariu. Imam Muslimi sjell në Sahihun e tij hadithin nga Abu Darda, i cili ka thënë, një herë e pam profetin e Allahut që të falte namaz dhe e dëgjuam të thoshte. Një ngjarje tjetër kjo. Abu Darda na tregon, e pam profetin sallallahu alaihi wasallam, po falte namaz. Dhe e dëgjuam që gjatë namazit po thoshte, A'udhu billahi mink. A'udhu billahi mink. Kërkoj mbrojtje Allahut prej teje. Kërkoj mbrojtje Allahut prej teje. Ishte namaz, brenda namaz. Pastaj tha, të mallkoj me mallkimin e Allahut dhe përsëriti këtë 3 herë. Të mallkoj me mallkimin e Allahut. Mallkoj me mallkimin e Allahut. Këto fjalë tha 3 herë dhe zgjati dorën e tij përpara. Zgjati dorën përpara. A thua se kishte kapur diçka në namaz? A thua se kishte kapur diçka? Pastaj mbaroi namazin dhe ne i tham, o dërguar Allahu, të dëgjuam të thuash namazin tënd diçka që nuk e ke thënë asnjëherë më parë dhe të pam që të zgjasësh dorën përpara. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, armiku i Allahut Iblisi, subhanallahu, vetë Iblisi i mallkuar. Iblisi erdhi përpara meje. Me një shkëndijë të zjarrt, pra shtizë të zjarrt, që ta hidhte mbi fytyrën time. Subhanallahu, Iblisi i mallkuar synon të dëmtoj edhe vetë profetin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Më të zgjedhurin, më të mbrojturin, më të ruajturin e krijesave vjen dhe synon që ta dëmtoj. Synon që ta dëmtoj. Madje i vjen dhe në namaz. Se njeriu mendon është në namaz, është në dhikr, është në përkujtim të Allahut subhanahu wa taala. Kjo na jep një mësim shumë të fortë të vëllezërit e mi. Mos kujto sa i mallkuari rresh së luftuari. Dhe me që, domethënë ai se do bëj dhikr edhe ta bësh dhikrin jo i përqendruar. Ndodh që të bësh dhikr edhe gjatë namazit, subhanallahu, mund të vijë të sulmoj. A nuk vin shpeshherë vezvese në namaz? A nuk vin shpeshherë vezvese edhe gjatë punëve të hajrit që bën njeriu? Mos kujto se të lë rahati mallkuari. Dhe kjo është shumë e fortë. Mendo, sulmoi profetin sallallahu alaihi wasallam. Me shkëndijë të zjarr për ta dëmtuar fizikisht. Fizikisht, ai sa profeti tha a'udhu billahi mink, a'udhu billahi mink. Kërkoj mbrojtje Allahut prej teje. Mallkimi i Allahut qoftë mbi ty. Domethënë 3 herë. Në këtë formë zgjati dorën edhe për ta sulmuar ose për të mbrojtur profetin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith që sjell Imam Muslimi. Pastaj thashë pra në këtë formë e pyetën,
Tha, armiku i Allahut Iblisi, erdhi para meje me një shkëndijë të zjarr që ta hidhte në fytyrën time. Prandaj thash 3 herë, i kërkoj mbrojtje Allahut prej teje. Pastaj thash 3 herë të mallkoj me mallkimin e plotë të Allahut. Por ai nuk u zbrapz dhe u rrekt 3 herë rresht. Pastaj thot desha ta kapja atë. Pra zgjati dorën për ta kapur. Dhe këtu në fakt, subhanallahu, dietarët kanë nxjerrë një mësim. Nëse një shejtan i mallkuar shndërrohet në një formë të caktuar, formë kafshe ose formë njeriu, dhe njeriu arrin dhe e kap, e identifikon dhe e kap, ai nuk ka mundësinë që të lëshohet pastaj. Nuk ka mundësinë që të shndërrohet prapë, të vazhdoj ose të shkëputet. Nuk ka mundësi. Vetëm nëse e lëshon. Madje ata që merren me rukje, është përvoja e tyre, thonë që nëse hyn dikush në bisedë, pra flet me gjuhën ose me zërin e të sëmurit, dhe arrin domethënë që i kërkon atij, kërkoj pra që të dalësh, të japësh fjalën të dalësh nga ky trup, dhe nëse nuk e bëj, mallkimet e Allahut qofshin mbi mua. Pra ta detyrosh që të bëj këtë fjalë, ai është detyruar të bindet ose në të kundërt pastaj nuk mundet domethënë që të lëshohet. Nëse e kap, nuk lëshohet dot, nuk ikën. Edhe kjo është një mësim, dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Zjata dorën domethënë që ta kapi atë, nuk u zbrat pasi e mallkoi, pastaj desha ta kapi atë dhe betojmë në Allahun thotë. Se sikur të mos ishte lutja e vllait ton Sulejmanit, do të gdhinte i lidhur me to dhe do të luanin fëmijët e Medinës. Pra me të do të luanin fëmijët e Medinës. Do të lidhen në shtyllat e xhamisë, do të lidhen në shtyllat e xhamisë. Dhe do të luanin edhe fëmijët, do ishte pafuqishëm që të mund të zgjidhej. Pra edhe kjo është, shpjegon atë si Sulejmani domethënë i burgoste ose i prangoste. Në momentin që e ka prangosur dhe ka vendosur, na duken pak si çudi ato, na kujtojnë këto, domethënë prallat me Aladinin, shpesh që japin atë, e ke vësur e fut brenda në shishe dhe vendos tapën, edhe sa hap do ta i fuqishëm. Po ja pra që pas ka diçka në këto legjenda deri diku, jo se janë vërtet këto legjenda në këtë formë, por që Sulejmani alayhis salam pra i prangoste, është vetë ajit Kurani që do të vi tash më poshtë. Larg nga këto themi përfitime që i kemi parë. Por sidoqoftë i dhajmë pushtet Allahut subhanahu wa taala. Kundër këtij, domethënë këtyre lloj krijesash. Taberani sjell një hadith nga Rafi ibn Umair, i cili tregon se ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam, një hadith gjatë, që në fakt këtë hadith, pjesën më të madhe e këtij hadithi e kanë konsideruar të dobët dietarët, por pjesën e fundit të tij Sheikh Albani e ka saktësuar. Dhe ajo pjesë e saktuar është kjo. Sulejmani tha, pra ju lut Allahut subhanahu wa taala, Sulejmanit dhe tha, po të kërkoj 3 mirësi të veçanta. Të më dhurosh aftësinë për të gjykuar drejt, me një gjykim që përkon me gjykimin tënd të drejtë. Pra ju lut Allahut që të gjykoj me gjykimin që kënaqet Zoti. Të më japësh një pushtet dhe mbretërim të tillë që nuk do të jepet askujt tjetër pas meje. Dhe çdo kush që viziton këtë faltore, pra për Beitul Maqdes, Xhamin Aqsa, çdo kush që viziton këtë faltore dhe synon vetë se për të falur namazin në të dalë prej saj i pastër nga gjunafet si ditën që ka lindur nëna. Pra u lut Sulejmani për këto gjëra. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, 2 prej tyre ju dhan, 2 të parët ju dhan Sulejmanit dhe unë shpresoj që të jetë dhënë dhe e treta. Pra që ai që shkon në Xhamin Aqsa, vetëm nuk shkon atë vetë se çfarë, vetëm që të fal namaz për Allahun subhanahu wa taala, del nga ajo xhami domethënë sikur ditën që ka lindur nëna e tij. Pra, i falur nga gjunafet. Pa dyshim është nga xhamit, domethënë 3 xhamit e mëdha në Islam, xhamit e vetme që lejohet domethënë të synohen për të vizituar në kuptimin që të marrë dhe sevap, sikur sevapi që folëm pra. Është xhamia e Qabës pa dyshim, profeti sallallahu alajhi wasallam, xhamia e profetit në Medinë dhe xhamia në Aqsa në Palestinë. Elos Allahu subhanahu wa taala ta çliroj nga vëllezërit e derrave dhe majmunëve. Lejohet të thuhet bijt e derrave dhe majmunëve? Se shpesh thuhet kjo fjalë, bijt e derrave dhe majmunëve? A lejohet të thuhet për çifutët? Se ju dini që çifutët janë ndëshkuar dhe janë shndëruar në derë dhe majmun nga Zoti apo jo? E dini ata të shtunës që i shndëroi Zoti. A lejohet të thuhet domethënë bijt e derrave dhe majmunëve? Jo, s'lejohet sepse
ata që u shndëruan në dera dhe majmun, vdiqen, dhe ai i shndëruari në formë dëshkimi nga Zoti, ai nuk ka pasardhës. Pra nuk ka pasardhë të pas. Kështu që nuk mund të jetë derë, në vëllezërit e dera dhe majmun, pse janë, më fal, nuk janë bijtë e tyre, po janë vëllezërit e tyre. Kuptimin që janë të ngjashëm me ta. Pra kjo thjesht një kujdes në të shprehur, mos shprehemi gabim. Thot Allahu subhanahu wa taala më pas për treguar disa prej dhuratave që bëri Sulejmanit alayhis salam, ne ja nënshtruam erën thot që të frynte lehtë me urdhër të tij nga të dëshironte ai. Një pushtet subhanallahu nënshtroi erën për Sulejmanin. Nëse donte Sulejmani urdhëronte erën dhe era frynte ande nga dëshironte Sulejmani. Thjesht vetëm drejtimin e erës që dua të frysh këtë nga lindja në perëndim. Qëllimi ishte që era mbarte ushtrinë e Sulejmanit të gjithën, pra njerëzve dhe xhinëve, thotë subhanallahu, siç vajti në rastin e Belkisës, pra që në sulmoi, domethënë mbretërinë e Belkisës, thotë domethënë që do t'i sulmonte me 100.000 njerëz dhe 100.000 xhin. Të gjithë kjo ushtri domethënë do të ngrihej lart, pra në platformë, domethënë prej qelimash, themi, do të ngrihej nga era dhe do të shkonte, siç vjen në ajet tjetër të them tash ajetin. Pra udhëtimin e një muaji e bënte për një paraditë ose një mbasdite. Domethënë shkon të ngrihej gjithë ushtria, më falni, ka ndonjë domethënë aeroplan të tillë që mban forca të tilla, do 100.000 njerëz të xhin, bashkë me pajimet e tyre, e ta çojë ushtrinë të gjithë në kufit e armikut. Ka të tillë sot. Te dha Allahu xheleshan Sulejmanit. Pra, kjo ngjan fjalës Allahut në ajetin tjetër kur thotë në surën Saba, kurse për Sulejmanin e bëm që t'i nënshtrohej era, me të cilën udhëtimin e një muaji me mjetet e zakonshme e bënte për një paradite dhe kthimin brenda një pasditeje. Shkonte paradite dhe mbasdite prap kthehej në mbretërinë e tij. Çfarë pushteti kishte Sulejmani? La ilaha illallah. Duke përmendur këtë ajet dhe atë që vjen më pas, Ebu Qasim ibn Asakir thot, Allahu i lartësuar ja dhuroi këto mirësi në këtë botë, ndërsa në ahiret nuk do të ketë llogari për ta, subhanallahu. Mendon, në këtë botë sundim që ka pasur ai profet, nuk e ka pasur askush në faqen e dheut. As në të shkuarën, as në të ardhmen, deri në ditën e gjykimit. Kjo është ajo që dha Sulejmanit. Para era çonte atë dhe ushtritë e tij ku të dëshironte ai. Subhanallah. Ne janë nështruam edhe shejtanët, thot. Wa shayatine, kulle bennai wa ghawwas. Të gjitha llojet e ndërtuesve dhe të zhytësve. Subhanallah. Ja nështroi shejtan, për xhinëve padyshim, që kishin aftësi ndërtimi, pra ishin ndërtues ekspert dhe zhytës në oqeane. Ja një ajet tjetër që është i ngjashëm me këtë, se Kurani shpjegon vetveten në ajete ndryshme. Ata thotë xhinët bënin për të gjithçka që ai dëshironte. Tempuj, skulptura, govata të gjëra si rezervuar të mëdhenj thotë, dhe kazan gatimi të mëdhenj për ushtrinë e tij, sepse kazanët e tij ishin të mëdhenj, mendoj ushtri e madhe. Si ishin ata kazan të mëdhenj? Ata i bënin prej guri, por se shumë të mëdhenj, jashtëzakonisht të mëdhenj, që kërkonin jo vetëm të punoheshin, por edhe të mbarteshin. Mendoni pak në surën Sebe, pra ata bënin për të gjithçka që ai dëshironte, thotë. Tempuj, skulptura, govata të gjëra si rezervuar dhe kazan të mëdhenj dhe të palëvizshëm, të lëvizshëm dhe të palëvizshëm. Gjithashtu ai përdorte edhe për shumë punë të tjera të vështira, që kryheshin vetëm prej tyre. Pasi askush prej njerëzve nuk mund t'i përballonte, thotë. Nësa një grup tjetër, shejtanës ishin zhytës, subhanallahu, që nxirrnin nga deti margaritar, smeralde, perla, xhevahire dhe shumë sende të vyra që gjenden veç se nën ujë. Madje në thellësira të tilla që askush ndoshta sot nuk ka mundësi me çfarë do lloj teknologjie të mund të shkojë. Krijesa, ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Thot wa akharun muqarranin fi al-asfad, dhe të tjerë thot shejtan të lidhur në pranga, thot subhanallahu. Disa shejtanë të tjerë ishin të lidhur në pranga, të tillë ishin ata që rebeloheshin. Pra nëse dikush nga ata nuk bindej e kish pushtetin Sulejmani alayhis salam që të lidhen në pranga, subhanallahu. Nuk bindeshin për të punuar ose për atyre të cilë nuk e kryen mirë punën e ngarkuar dhe kalonin kufit. Pra zguxonte një njeri të thyen të urdhrin e Sulejmanit. Mendoni çfarë frike e kanë pasur Sulejmani. Ai shumë e kishin frikë, saqë vazhdonin të punonin dhe ai ishte ulur në fronin e sundimit të tij.
Vjen në sure tjetër kjo. Dhe subhanallahu qëndron të i mbështetur mbi shkopin e tij Sulejmani. I mbështetur mbi shkopin e tij. Me sy të hapur. Dhe subhanallahu vdiq Sulejmani. Ja mori Zoti shpirtin e Sulejmanit. Në atë gjendje i ulur në fronin e tij mbështetur mbi shkopin e tij. Dhe thot Allah: "Wa ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi." Mendon Sulejmani domethënë mbështetur mbi shkop, qëndronte edhe ata qëndruan në një kohë të gjatë. Se profetët nuk prishen trupi profetëve. Edhe nëse vdes, domethënë ai ishte si gjallë themi. Nuk prishet trupi profetit. Dhe ai ishte i vdekur. Thot Allah, nuk u tregoi për vdekjen e tij, vetëse Krimi thot që hëngri, domethënë shkopin e tij. Mendo sa mundoi Krimi që ta ai shkopin, sa gjatë qëndroi Sulejmani mbështetur në shkopin e tij. Ajet Kur'an. Dhe subhanallahu. Thot Allah në surën Sebe. Nëse gjinët do të dinin të fshehtër, nuk do të qëndronin në ndëshkimin poshtërues dhe në atë sundim, domethënë të frikshëm të Sulejmanit për një kohë të gjatë. Dhe kjo u mor vesh nga kjo që gjinët nuk e din të fshehtën. Thjesht ata janë, mund të di çfarë bëhet pas këtij muri, po ai që është mbrapa këtij muri e di se çfarë ndodh. Unë se di, po ai e di. Nëse informacioni i tyre i shpejt, lëvizja e shpejtë e tyre, komunikimi i shpejtë e tyre bën që të duket sikur din të fshehtën. Po në fakt thjesht komunikim janë. Dhe këto janë hilet e shejtanit mallkuar. Pra do të them subhanallahu, çfarë pushteti dha Zoti Sulejmanit alayhis salam. Ai sa i kishin aq shumë frikë sa që edhe i vdekur ata druheshin dhe nuk mund të lëviznin, të dilnin jashtë. Pushteti të Sulejmanit. Se thot Allah në surën Sebe, nëse dikush nga ata merrte guximin thot, që të dilte e të mos i bindej, nudhiquhum min adhabin alim. E bënin të shijonte një ndëshkim të dhimbshëm, subhanallahu, ndëshkim nga Zoti xheleshan. Ja jep të Sulejmani. Mbret, sundimtar. Por sigurisht me drejtësi, i ashpër, aty ku duhet, edhe i drejt, padyshim. Se unë të Allahut më jep drejtësi o Zot, më jep të gjykoj me drejtësi ashtu si të kënaqesh ti, me gjykimin tënd. Dhe Allah Zoti subhanahu wa taala Sulejmanit alayhis salam. Çfarë thot më pas Allahu xheleshan? Hadha ata'una, këto janë të mirat tona, këto janë dhuratat tona për ty. I drejtoi Sulejmanit alayhis salam. Pra gjithë kjo që të kemi dhënë, gjithë ky pushtet është pikërisht ashtu siç e kërkove për nesh. Ja dhuroi Zoti xheleshan. Sulejmanit alayhis salam. Dhe pastaj përveç kësaj, shkoj çfarë thot Zoti? Ti mund t'i japësh ose jo, se për këtë nuk do të kesh asnjë përgjegjësi. Domethënë me gjithë pasurinë që i dha Zoti, kishte nën sundimin e tij, ai ose mund t'i jepte pasuri ose mund mos i jepte askujt. Pra ja dha të drejtën për të dhënë ose për mos dhënë, nuk e detyroi për shkak të jep bi fjala zakat ose jep pasuri edhe. Ndaç jep, ndaç mos jep, është e jotja. Domethënë vepron në këtë lloj pushteti, mbretërimi dhe pasurie si të dëshirosh. Pa dëshim, Sulejmani alayhis salam do të jepte, sepse do gjykonte me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, kështu që të jepte me drejtësi atyre që meritonin. Pa dëshim që nuk bënte pa drejtësi, por i dha Zoti xheleshanu këtë lloj mirësie Sulejmanit alayhis salam. Domethënë jepi kujt të duash për pasurisë që të kemi dhënë, sepse nuk e për të marrë në llogari për vendimet e tua. Pra gjyko si të duash dhe ajo le të jetë e drejta. Pra gjyko si të duash, ajo është e drejta. Subhanallahu. Domethënë e bëri që Sulejmani kur nuk do të gjykonte me padrejtësi asnjëherë. Prandaj do më dha këtë lloj lirie Zoti xheleshan. Sulejmani alayhis salam. Pasi Allahu lartësua përmendi mirësinë që dha Sulejmanit në dynja, tregon se ai do të marrë mirësi të shumta edhe në ahiret. Ai është tek ne nga më të afruarit dhe ka një përfundim të mirë. Nga më të afruarit e Zotit e Sulejmani alayhis salam. Dhe ka përfundim të mirë, pra përfundim mirë që do të jetë me salihin, me të mirët, me vëllezërit e tij profet. Ai do të jetë nga më të afruarit edhe në jetën e ahiretit. Në dy sahih shënon se profeti tonë ju dha mundësia të zgjidhte. Ose të ishte profet dhe rob adhurues, ose të ishte profet sundues dhe mbret. Që të jepte ose të mos i jepte kujt të dëshironte. Pra edhe profeti tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju ofrua kjo mundësi. Pra, sikur se vjen në hadithin që e përmendim shkurtimisht, ju dha profetit sallallahu alaihi wasallam të zgjedh, ose të jetojë deri në fundin e dynjas, pra të jetonte si mbret, profet dhe mbret sundimtar, dhe të jepte kujt të donte, mos jepte kujt mos donte. Pra një lloj siç i dha Sulejmanit alayhis salam, ose të zgjidhte të ishte profet dhe rob i Zotit i nënshtruar. Pra jo mbret, jo sundimtar. Dhe në fakt profeti sallallahu alaihi wasallam kërkoi, domethënë themi këshillin e Xhibrilit, i hodhi shikimin Xhibrilit, domethënë për të zgjedhje që u dha,
Gjibril a.s. i bëri me shenjë që të vada. Zidh thjeshtësinë, zidh modestinë, zidh thjeshtësinë. Kjo është më e mira për gradën tënde. Padyshim, do ta uzonte Zoti profetin ton sallallahu alaihi wasallam që zgjidh atë që është më lart, edhe ai zgjodhi të ishte rob dhe profet. Pra zgjodhi të ishte njëri i thjeshtë. Subhanallah. Kjo zgjedhje e profetit sallallahu alaihi wasallam në fakt subhanallah, edhe kjo është një mesazh i fortë për umetin e tij. Subhanallah, pushteti sado i madh që të jepet, subhanallah. Mos kujto se me atë pushtet të madh do të arrish të përmbushësh më shumë se do të përmbushesh me nënshtrimin dhe përurësinë e Zotit xhaleshan. Përurësia, të qenë të robi Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse s'ke pushtet të madh, s'ke ndonjë pasuri të jashtëzakonshme, alhamdulillah, nëse të ka dhënë Allahu xhaleshan që je i nënshtruar, adhuruesi i Zotit xhaleshan, robi i nënshtruar i tij, padyshim që kjo është një grad shumë e lartë adhurimi, sepse pushteti ka përgjegjësira të mëdha vëllezërit. Nëse Sulejmani alayhis salam ja dha Zotit subhanahu wa taala edhe atë lutje pra që ai gjykonte me drejtësi dhe u përmbajt me besnikëri, ai përmbajt dot robi tjetër ose njeriu tjetër i zakonshëm, sidomos me kushtet e sotme. Pra një lloj udhëheqje të drejtë që të mund dal faqebar tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj sidomos në kohë të tilla vëllezërit e mi, gjë më mirë është të përkushtohet robi me adhurimin ndaj Allahut xhaleshan. Përkushtohet, nuk mund të ndryshosh botën zotrotë. Ti je njeri i vogël, çdo kush është i vogël, i pafuqish. Vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala mund të arrijë dhe të sillet ndryshim. Po ndryshimi që kërkohet është thjesht ndryshimi i secilit në veten e vet. Pra alhamdulillah, secili në veten e vet, familjen e vet, në ata që i ka afër të punoj, të adhurojnë Allahun, të kthehen tek Zoti, të fitojnë ahiretin dhe kënaqësinë e Zotit. Pjesa tjetër pastaj ndryshimi i botës sjell Zoti nëse ndryshojnë njerëzit. Siç vjen pra, ashtu sikurse të jini, ashtu do të vendosë edhe udhëheqësit tuaj. Nëse rregullojnë njerëzit, përmirësohet, rregullohet pra metoda, na jepet një farë metode në rregullimin e shoqërisë. Metoda e rregullimit të shoqërisë është metoda e pastrimit dhe rregullimit të vetes. Mundohu të rregullosh veten dhe të jesh në paqe me Zotin xhaleshan. Dhe do sjellësh hajër inshallah nëse rregullon vetveten dhe ata që ke rreth rrotullt. Nus Allahu subhanahu wa taala ta bëj rregullues dhe përmirësues. Pra, profeti sallallahu alajhi wasallam zgjodhi të jetë rob adhurues, sepse kjo është grad më e lartë tek Allahu i lartësuar. Ajo siguron mirësi më të shumta në ditën e premtuar, edhe pse zgjidhja tjetër, pra që në profet dhe mbretërues madhështor, është gjithashtu një mirësi shumë e madhe në jetën e kësaj bote. Nëse në këtë tokë e merr sundimin njëri besimtar i mirë, që ka frikë Zotin dhe adhuron Allahun, vendos drejtësinë mes krijesave në tokë dhe përhap hajrin, zbret begatia e Allahut xhaleshan. Mjafton të kujtojmë pak vetëm atë që do ndodh në fundin e kohës. Kur të vendos Zoti subhanahu wa taala që t'i tregojë edhe një herë botës që vetëm me ligjin e Allahut xhaleshan vjen begatia dhe mirësia në këtë tokë. Kur vi Mehdi alayhis salam, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur nga kjo dynja të kenë mbetur edhe një ditë vetme. Do ta vononte Zoti perëndimin e asaj dite, derisa të sillte në tokë, pra të sillte një njeri që është nga pasardhësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Mehdi, i cili, sikurse vjen në hadithe, do ta mbush tokën me drejtësi, sikundër në atë kohë do të jetë mbushur me padrejtësi dhe vrasje dhe gjak. Pra do të vendos drejtësinë, subhanallah. Dhe mendon në atë kohë ai e përshkruan profeti sallallahu alajhi wasallam, do të jap ai aq shumë, do të jap thot pa hesab, do të jap njerëzve, do të jep nga pasuria, u jep gjithë njerëzve me drejtësi, subhanallah. Nëse njerëzve u ofrohet pasurinë mjaftueshëm, të jetojnë me nder, pa u lodhur, pa u poshtruar, subhanallah, çdo njeri gjen kënaqësi në këtë dynjë. Dhe alhamdulillah aq më shumë që të kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Kujtoni gjithashtu përveç këtij rasti, rastin e Isait alayhis salam. Pra kur vi Isai në tokë, për herën e dytë, pra që do të jetë hera në cilën ai do të vendosë drejtësia në këtë tokë, si ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, tuba lil aishi ba'da al-masih. Pra tuba për jetesën pas Mesihut. Isait alayhis salam. Pse? Sepse në atë kohë thot subhanallah do të hapen begatitë e qiellit dhe të tokës. As ka thënë Allahu xhaleshanu, "Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard." Sikur banorët e qyteteve të besonin dhe të ishin të devotshëm, do t'u hapnin begatitë e qiellit dhe të tokës. Kështu do ndodhë kohën e Isait. Ai sa subhanallahu do të thënë mendo, luani dhe tigri thot do të ecin bashkë, do të thënë me lopët edhe demat. Kurse ujku do të ri me delet.
Gjarpri nuk do të jetë helmues, fëmijë do luajnë me gjarprin. Siç vjen në hadithën kohën e Mesihut, pra të Isait alayhis salam. Begatia do të jetë aq e madhe sa veç nën një lëvozh shege, pra gjysmë shege, nëse do ta prisnim gjysmë si do të ishte ajo pjesa rumbullake. Nën të thotë do të mund të ulen nën të 10 burra. 10 burra. Çfarë shege është e madhe? Deri 10 burra të ulen nën të, domethënë. Begatia e madhe do në atë kohë. Do t'i thuat tokës domethënë nxiri sesaret e tua. Do t'i thotë qiellit lëshoje begatin tënde. Pse? Dëgjohet me ligjinë e Allahut. Pra, udhëheqja me një njeri që beson Allahun subhanahu wa taala, edhe është i drejtë, edhe prap hajrin, prap drejtsinë, prap fenë Allahut dhe besimin e Zotit në tokë. Ndal pa drejtsitë dhe zullumet në të gjitha aspektet, padyshim që kjo është hajër për botën. Por njeriu nuk është i fuqishëm ta bëj vetë të gjë. Kjo është dhuratë që i jep Allahu subhanahu wa taala. Çdo njeriu i takon edhe një herë përsëris që alhamdulillah ne ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Ta adhurojmë Zotin ton dhe të kërkojmë domethënë që të afrohemi tek ai, fitojmë kënaqësinë e tij. Pastaj do me rregullimin e sjellë Zoti nëse njerëzit rregullohen, sikur se tham pak më sipër. Nga historia e Davudit alayhis salam dhe Sulejmanit, pra birit të tij, ka dobi të shumta kanë nxjerr dietarët. Inshallah këto po i lëm radhës tjetër ti sjellin të grupuara, dobi që kemi nxjerr nga kjo histori që kemi folur, për ti përmbledhur inshallah radhës tjetër. Elusallahu na mësoj atë që na bën dobi, na shtoj diturinë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.